apo tentojnë të nxjerrin jashtë loje me këtë prag edhe me këtë sistem? Titulli i emisionit politik. Po Sigurisht që është kurth politik. 4% që me që po vim këtu është pragu elektoral mi madh historik që ka pas Shqipëria nga zgjedhjet e para të lira në këtë vend në prill. Po, nuk e ka parë, ka qenë 2.5, 3 ka variuar. Po këtu çështja është parimore, se ne Po s'ka qenë të më lejnë të marroj tani s'ka qenë oral. Se po e thua gabim. Çfarë sistemi ke pas në majoritar, ke pas të 2021? Çfarë sistemi ke pas në 21? Ditë. Në 21 çfarë sistemi ke pasur? Çfarë sistemi ke pasur? Nuk ka qenë ashtu, e shpjegoj më vonë, nuk ka rëndësi. Po pra nuk është tani kështu, mirë ta mbaroj. Mirë ta përfundoj. Ndjes, 1 minutë. Ideja është nuk thelbi është, nuk është çështje sistemi. Dhe fakti që opozita merret me sistemin, me listat e hapura, listat e mbyllura, tregon dhe varfërinë e ideve të opozitës. Pse? Opozita do të thotë besimi të mundi Edi Rama. Tani, më fal, po kështu është. Marrim shembullin e Hungarisë. Ndodhi vetëm pak javë më parë. Lideri i opozitës atje, me një forcë re 2 vjeçare, nuk ul kurrë me Orbanin tavolin. Orbani ja bëri sistemin siç donte Orbani, ja uli me 2 fish numrin e deputetëve, s'kishte as deputet, fitoi zgjedhjet me 2/3 atje. Me sistemi fitoi ai atje. Tani, çështja këtu është dhe parimore, ç'do të them parimore. Si vendos këtë pragun ti 4% duke parë vetëm interesin tënd, se nuk është vetëm çfarë është tani në lojë, po filizat e tjerë të rinj që do lindin në të ardhmen. Çfarë do të thotë kjo? Pse vendos këtë pragun kështu? Prandaj nuk është thelb sistemi. Thelbi është diku tjetër. Se ti mund ta bësh sistemin më të mirë demokratik, megjithëse sistem perfekt nuk ka, siç e tha dhe juristi, dhe kjo qëndron, nuk ka sistem perfekt. Thelbi është tu. Që çfarëdo sistemi të veshit dhe më demokratiku, listat e hapura të mbyllura s'ka rëndësi. Sa kohë që Edi Rama ka avantazhet që ka sot në tavolin, nga financimi, nga ndikimi i medias, krimit, i policisë, i partisë shtet, ti nuk e mund të Edi Rama. Nuk e mund të Edi Rama. Zotrin, sa po tha përballë, donim në votën e diasporës, ja miratoi Edi Rama, siç e donin këta. 60% mori Edi Rama, më shumë në diasporë. Dakor? Ishte kështu. Po. Do bëjmë listat të hapura se kështu do marrim 71 mandate thanë. U vajtën tek 1 mandat dhe futën një zonë që nuk e di edhe vetë ajo është shkreta pse është në parlament. Nuk është çështje sistemi. Në momentin që ti përballesh me Edi Ramën me këtë varfëri i desh, që të ndryshojmë sistemin se ai e vjedh votën e diasporës, ai ka 50% të votave. Në çfarë sistemi do mund të ai ka 50% të votave. E kuptoni pra, kjo është thelbi. Dhe kur diskutohen çështje të rëndësishme nuk merren fare, është pelabie financimi partive politike, ka 20 komisione reformës. Po është skandal ai ligji që po miratojnë atje. Pse është skandal? Po skandal se aty për shembull, pavarësisht se mund të gjenden para të pista në politikë thot ligji i ri, ka vetëm gjop, nuk ka ndjekje penale. Edhe nuk jepet shpjegim një gjë shumë të thjeshtë. Partia Socialiste deklaron në KGZ 3.5 milion euro shpenzime. Po kjo është farz, ka shpenzuar 25 herë më shumë, të paktën 100 milion euro. Si do zgjidhet kjo gjë? Me sistem do të zgjidhesh këtë gjë? Po ndoshta edhe si ka shpenzuar. Nuk zgjidhet me sistem kjo gjë. Po nuk zgjidhet me sistem, pra kjo është për ta përfunduar. Për ta përfunduar. Ne nuk bëjmë pazar me Edi Ramën. Kaq e thjeshtë është. Se puna është tu. Dakor. Talem në parim që duhet proporcional kombëtar me listat të hapura dhe prag 2, 3, 4%. Bëni, çoni, bëni pazar me Edi Ramën. Çfarë do japësh Edi Ramës në këmbim ti? Po të kërkoj Rama të ulim numrin e deputetëve nga 120. E ka thënë 100 deputet, po e ka thënë. Pranosh ti këtë pazar në kthim të këtij sistemi zgjedhor? Pse është pazar ta ulësh numrin? Po tipikisht pazar pra, sepse ta mendojnë që Edi Rama do t'u japi diçka falas. Po kur ka ndodhur kjo? Pasi kur ka ndodhur që PD dhe PS bëjnë një sistem të favorizojnë zërat e ri. Që nga 2008 çfarë ka ndodhur? Më fal, çfarë ka ndodhur? Dhe më e bukur dikush është që nga 2013 kur ka fituar Rama, çdo palë zgjedhjesh ka ndryshuar ligji zgjedhor. Dhe gjithmonë ka fituar Edi Rama. Në 2013 ne kishte listë të mbyllur proporcionale rajonale, e fitoi. 2017 pa koalicione tek pull e fitoi. 2021 me listë gjysmë të hapur, pra mund të thyeje Hersin, mund ta kaloje, fitoi Edi Rama prap. Në 2025 tan 1/3 të mbyllur, se kështu e donte PD-ja dhe me votë diaspore, fitoi Edi Rama prap. Pra nuk është sistemi ai që zgjidh.
Do të marrësh të garancitë e votës së lirë. Të fitosh besimin e njerëzve, të fitosh besimin ose tre. Ju vajtët me listë financime politike, më fal tani. Dhe u katandisën me një zonë që nuk e di pse i çuan në parlament. Ne kemi shkuar me propozime konkrete. Jeni kaq i financimin sa ju, me që morët 4% në zgjidhjet e kaluara, përjashtoni gjithë të tjerët. Si përjashtoni ju gjithë të tjerët? Pse morët 4%? Kush përjashton? Po përjashtove. E vendoset. Pse nuk thua ti mos ket prak fare? Pse nuk thua ti mos ket prak fare? Nuk mundohemi me vëmendje, nuk mundohemi me vëmendje. Nëse, dëgjoj, nëse një individ me 13.000 vota në Shqipëri, ai ka fituar besimin e 13.000 njerëzve të bëhet më deputet të flasë për ata njerëz të tjerë. Po pse jo? Çfarë problemi ka? Po pse jo? Jo, pra ju thua 4%. Po pse është 4%? Pse është propozimi 4%? Po propozove ti mos zotëri. Po mirë, dakord, e propozova unë 4%, dhe ta thash arsyeën pse e propozova 4%. Po çfarë arsye them mos zotëri? Kush është arsyeja? Si ke marrë ti 4%? Që edhe si ke marrë 4%. Si ke marrë 4%. Nuk e llogarisun 4% çimfare më. Nuk e bëjmë llogarit me 4% se çfarë ka marrë. Unë po them që të ketë një rekordet tuaja, ora do të marrë rekordet tuaja. Që në atë parlament të shkojnë njerëz votën e diasporës, doli fiasko. Ne duhet të promovojmë listat e hapura doli fiasko. Ju keni humbur besimin komplet dhe nuk merrni fitoni besimin e njerëzve dhe merrni me materializëm. Jeni materialist ju, ai materialist mirë që del tek vetëm deputetët. Nuk e realizon ju flisni si dikur ishte nuk e bën dot nëpërmjet sistemit. Po ti nëse nuk e kundërshton sistemin, nuk ke se si ta realizosh. Tani propozime për ligjin për financimin e partive politike. Pse nuk e keni bërë te komisioni e reformës? E kemi bërë ma. Po ishte mbledhja atje, nuk ishin. Kam qenë ma, kam një mbledhje më përpara, kam dalë si deputet dhe kam folur. Dakord, pra tani çfarë ndodhi te mbledhja atje, më fal. Si çfarë ndodhte mbledhja? I ke parë që sa skandalesh janë ato mbledhje? Skandal, po ne e dim se ç'a ka shkuar atje. Prandaj po kundërshtojmë. Ç'a diti po të zgjasin gjë. Ne do t'i çojmë projekt ligjit atje, si. Mbrojmë votën e diasporës më zotëri. Si ka mundësi që Edi Rama të fitojë 10% më shumë diasporë se në Shqipëri? A e kërkuat ju në atë sistem që do të Edi Rama? Ne kërkuam ne miratuam ne shumë marrë që votën e diasporës. Por se ai i vjedh kjo s'do të thotë që është e keqe vota e diasporës. Jo, e bëri siç e doni ju. Si e bëri siç e doni për Zot? Ku doni për Zot? Që i të drejtë të doni edhe Zot i Çfarë lidhje ka? Nuk u bë siç e deshi Rama, e bëri siç Një duhet. sekond. Janë Vetëm gjë vjedhja. Vetëm